Mirëmëngjesi edhe një herë për të gjithë ju që sapo jeni zgjuar dhe keni nisur ditën në Info Plus në Star Plus Televizion. Sot kam të ftuar një vajzë shumë simpatike, një ëmbëlsirë që ma ka zbukuruar këtë studio. Është një vajzë tepër e talentuar, e cila ka zhvilluar dhe një koncert recital në qytetin e saj të lindjes në Lezhë. Është me mua këtë mëngjes Kiara Ibraj. Mirëmëngjes të dashur, faleminderit që pranove ftesën time. Mirëmëngjes. Është shumë kënaqësi që shohim sot talentet e reja kaq të mira sa ti, por që kanë edhe një suport kaq të madh nga familja për të ecur përpara në rrugën e bukur të muzikës. Duhet ta nis me pyetjen, kush është suporti jot më i madh? Atëherë, sigurisht familja, por mamin e kam më afër, më ndjek më shumë nëpër koncerte dhe atë kam më afër dhe flas dhe më shumë me të. Patjetër, por vajzën është gjithmonë ajo ndjesia që pra nënës është gjithmonë e sigurt dhe e gjen kur Kiara këndon, e gjen atë syrin e mamit gjithmonë që ta shikoj në publik dhe ta mbështes në çdo moment. Po patjetër, ndonjëherë mbështet, ndonjëherë thot, lëviz, bëj këtë, bëj atë, bën shenja. Por është shtylla ime më e fortë dhe është ajo që më ka suportuar dhe më ka mbështetur në çdo hap, po të vogël dhe të madh që kam hedhur. Një përshëndetje shumë të veçantë për mamin, pasi ka qenë ajo që e ka mundësuar këtë intervistë dhe ka bërë që Kiara të vinë nga Lezhë dhe të vinë në Shkodër për intervistë që unë të falenderoj dhe u falenderoj shumë të dyjave. Faleminderit për ftesën. Sepse nuk është diçka e vogël të vish për një intervistë në Shkodër, është gjithmonë shumë kënaqësi. Ti je një moshë të vogël ende, je një vajzë e vogël që sapo ke nisur ato hapat tuaja të parë, por a kujton Kiara momentin e parë që ka vendosur që ëndra e saj është muzika? Ka qenë një nga koncertet e mia të para për konkurs në muzikë dhe ka qenë Lezhë Talent Show në vitin 2022 dhe e mbaj mend kam qenë shumë emocionuar, e stresuar si themi por doli shumë mirë, kalova në finale dhe zura vendin e dytë. Zure vendin e dytë që në konkursin e parë, pra është hapi i parë dhe shumë i rëndësishëm. Mendon që kjo e ka dhënë spunton më të madhe sepse ndërimi me çmime është edhe ai që të shtyn të bësh edhe më shumë sukses në jetën tënde. Mendoj që po, mendoj që ka ndikuar goxha shumë. Ka ndikuar, patjetër që ka ndikuar. Është Kiara ajo që do vazhdoj muzikën, apo muzikën e ka si ëndër që do të vazhdoj deri në një farë pike, por një profesion do zgjedh diçka tjetër? Tani, shkolla është parimi im kryesor. Është kryesor, ja. Por muzika është një hobi, cilën me të vërtet e dua, e dashuroj muzikën, dhe nëse gjithçka shkon mbar dhe gjithçka shkon mirë, pse jo? Pse jo, patjetër, muzika është diçka e shpirtit që e bën edhe më me dashuri në momentin kur e bën kaq bukur sa ti. Po me shkollën, ti the që shkolla është primare për Kiarën dhe është një nxënëse e shkëlqyer. Mund na tregosh pak më shumë për këtë pjesë, ndoshta për atë çfarë ti ke, ndoshta profesionin real, se do ta quaj kështu, pavarësisht se muzika është një profesion shumë i bukur. Tani, unë dëshirë kam që të bëjmë avokate. O, sa bukur. Dhe e kam, domethënë, dy xhaxhallarët e mi janë avokat dhe ka qenë diçka që më ka tërhequr gjithmonë, e drejta, ligji dhe më të vërtetë më pëlqen goxha shumë të tërheq. Edhe do të shkonte shumë dhe edhe nga postura dhe nga fanatësia jote ka që bukur do shkonte shumë si një avokate e të ardhmes dhe ne të urojmë shumë suksese. Ndoshta edhe më vonë të kemi si një avokate ka që mirë sa je edhe në muzikë. Nëse kalojmë dhe flasim pak për koncertin recital, si erdhi ideja e këtij koncerti? Tani, koncerti recital ka qenë një mendim, një ide, e cila është hedhur para disa kohësh dhe ka qenë një dëshirë imja, e familjes time dhe si të themi si një ëndër. Dhe pra ideja recitalit që, recitali do të bëhet, është vendosur në dhjetar. Dhe që atëherë unë kam bërë prova, është bërë përzgjedhja e repertorit, dhe u vendos që do bëjmë 18 maj. Dhe kështu. Është një datë e rëndësishme apo ishte thjesht spontane? Zgjedhja e datës 18 maj për këtë recital. Ka qenë një datë goxha spontane, domethënë për të përshtatur më shumë dhe u zgjodh si datë dhe u përgatitët. Sa kohë të morën përgatitjet? Ishte një punë intensive, ishte një punë me kohë të pjesshme. Mund na tregosh pak nga pjesa e përgatitjeve? Tani, ka qenë me të vërtet një punë, një përgatitje intensive dhe le të themi për ato 4-5 muaj,
provat kanë qenë goxha shpesh, por një muaj më përpara unë nuk kisha kohë të mendoja për asgjë tjetër vetëm për recitalin. Po ishte ai momenti ku bashkëpunëtorët duhet t'i zgjidhje, ndoshta sallën, vendin, bashkëpunimi me Bashkinë e Lezhës, që duhet patjetër që salla të jetë besoj me një miratim të bashkisë, janë gjëra që janë pjesë e institucioneve, por ndonjëherë bëhen edhe në një farë mënyrë e barë, për atë që do të bëj një koncert dhe do të sjellë diçka, megjithëse Bashkia e Lezhës gjithmonë mikpritse, për koncerte do është gjithmonë dashamirëse, po ndoshta ajo pjesë e institucioneve është pak kalimi hallk pas hallke, është e vështirë për këtë pjesë të zhvillosh një koncert recital? Tani, unë të thënë të drejten, e vetmja gjë që kam pas në dorë ka qenë zëri. Përgatitja e zërit. Për pjesën tjetër është kujdesur mami dhe miq dashamirës tanë që na kanë ndihmuar, por tani me çka kam dëgjuar unë. Mami është përgatitur, është përfshirë shumë dhe është munduar që recitalit të shkojnë sa më i përsosur. Sa më i përsosur, dhe kishte shkuar tepër i përsosur, kishte dalë në mënyrë të mrekullueshme. Dhe salla ishte plot. Ajo që binte në sy me një herë, do të thënë aparenca e parë tek recitali, ishte salla e mbushur. Kishte njerëz edhe në këmbë, sepse nuk ishte më vende ku të uleshin. Si ishte kjo ndjesi për ty? Tani, gjatë kohës që salla po mbushej, unë vetë nuk doja fare që ta shikoja. Do të thënë, kisha shumë emocione dhe kënga e parë ka qenë Baresha. Dhe unë duhet të dilja duke kënduar. Dhe në momentin ku kam parë skenën, kanë qenë aqe shokuar dhe thjesht mundohesha ta hiqja mundohesha ta hiqja mendjen dhe vetëm ta kisha mendjen këndo, Kiara, do japësh më të mirën, përpiqu. Dhe sipas pritshmërive të mia, recitali ka shkuar goxha mirë. Ka shkuar goxha mirë, ti e kënaqur, ke dhënë 100% shin tënd, apo mendon se ka nga ato momente ndoshta edhe nga kritikat mbrapa, që ndodh që do thuash këtë këngë do ta kisha kënduar më mirë, ose këtë notë duhet ta kisha kapur këtu, ndoshta janë ato detajet e vogla që shpesh herë kur dëgjojmë veten apo e shikojmë mbrapa, bëhemi pak kritikues dhe kjo është shumë pozitive, që do të rregullohemi në aktivitetet e tjera. Sigurisht që ka pasur gjëra që mund të kenë shkuar shumë më mirë, por unë as vetë ditët para koncertit nuk kam qenë fort mirë me shëndet. Dhe ditën e koncertit jam munduar të jap maksimumin tim. Dhe ke shkëlqyer. Faleminderit. Më lejo të them që ke shkëlqyer dhe ndoshta ti nuk e qenë shumë mirë nga ana jote shëndetësore, por nuk ke lënë të tregosh asnjë moment që diçka nuk shkon me shëndetin. Faleminderit. Dhe ke dhënë maksimumin, e ke dalë kaq bukur sa nuk e ke idenë. Domethënë të komplimentoj më shumë nga Star Plus. Dhe ne kemi ndjekur koncertin tënd dhe kemi qenë pjesë e filmimit të tij. Dhe është diçka vërtet për të vlerësuar që në një moshë si e jotja të ketë një koncert recital. Kjo është diçka e veçantë. Për si ndihesh ti në një moshë kaq të re, sepse ka artistë të mëdhenj që ende nuk kanë bërë koncerte recitale. Tani, unë rëndësinë e koncertit recital e kam kuptuar pak si vonë, sepse muajve përpara mami ishte goxha e stresuar, Kiara bëj prova, Kiara këndo, Kiara u bë gati. Unë thjesht koncert recital, ku vesh këndvendja. Dhe 2 javë para më kapi qik stresi e kështu. Dhe atëherë kuptova rëndësinë, thash Kiara për punës. Tani është bërë serioze shumë puna. Serioze. Po për pjesën e veshjeve të tua. Veshjen e kisha vetë në dorë. Sepse këtë pjesën e gocat e kemi pak më merak, sepse provat janë të shtuara, zërin ta ka falur Zoti dhe ti e punon më së miri, po për pjesën e veshjes, lukut tënd, mënyrën se si do të kreheshe atë ditë, si zgjolle. Tani, kanë qenë 3 fustane. Fustani i parë ka qenë një fustan i zi, me pak motive popullore, i cili kështu kërkohej edhe nga bloku, nga këngët e blokut parë. Bloku i dytë ka pas fustanin tim të preferuar, blu, i bukur, edhe më erdhi natë që nuk ishte tek bloku i fundit, që dhe në fotot kisha dalë me fustanin blu. Por dhe fustani i fundit ishte i kuq, ishte pak më ekstravagant dhe pak më skenik, sepse kështu kërkohej në bas këngëve. Patjetër. Pra përshtatja është e veshjes është gjithmonë në bas këngëve që ti këndon, edhe i ke zgjedhur në bazë të tyre dhe kjo është mendoj mënyra perfekte, sepse këngët tradicionale me motive tradicionale, ndoshta fustani blu pak më
pak më lozonjar dhe më eleganti në fund për ta përmbyllur koncertin ashtu siç duhet në mënyrë të mrekullueshme. Mund të më tregosh pak këngët që ke kënduar, pra repertorin që ke zgjedhur të këndosh atë natë? Tani, repertori ka qenë mjaft i përzgjedhur dhe unë kam pas këngë që më kanë pëlqyer shumë, disa që mund t'i kem pas më të vështira, por ka qenë Never Enough, I Have Nothing, Under, Il uomini të Mia Martinit, e kemi fatin Shpresë dhe Marrëzi, Baresha, Feeling Good, Lule Bor, kanë qenë mjaft këngë, ka qenë repertori i mbushur. I zgjeruar, patjetër, por ka pasur edhe një artist që ka kënduar me ty, që kishte bërë edhe tepër bujë në rrjetet sociale, mund na tregosh pak si ja dërgove ftesën, si ishte bashkëpunimi me të, sepse ai është një artist tepër i mirë i muzikës shqiptare. Pra, artisti në fjalë ka qenë Anduel Kovaci, me cilin kam pas një duet, The Phantom of the Opera, dhe ai më dha nderin që ishte pjesë e recitalit tim. Babai im ka një marrëdhënie goxha të ngushtë shoqërore me të dhe për cilin e falenderoj tmerrsisht shumë, ishte shumë i gatshëm dhe është një person shumë i mirë, i cili ma ka bërë më ka bërë mua që të ndihem një më e vlerësuar dhe edhe njerëzit e tjerë nuk e prisnin. Patjetër. Është edhe mbështetje edhe nga ana jote artistike, sepse është një artist i madh që vjen dhe bën një duet me ty, është nga ana artistike një plus shumë i madh për ty. Edhe për publikun është ndoshta edhe një dhuratë, një buçet tjetër që është shumë për të vlerësuar. Po pjesa që merret me zërin tënd, kush është marrë artistikisht, mund të përmendi mësuese? Po patjetër. Këtë mëngjes do të falenderoj shumë mësuesen time të kantos Albana Përvathi, e cila më është gjendur jo vetëm në këtë recital, por në çdo koncert të mundshëm. Një person tjetër që më të vërtet nuk mund ta lë pa falenderuar është zysha ime e violinës, Ariola Garo, e cila ka mundësuar violinistat në koncert dhe po ashtu dhe ajo më kanë ndjekur në çdo hap, që në fëmijëri, unë moshën 4 vjeçare kam nisur kurs violine me të. Më pas ajo shkoi në Tiranë, violina na mbeti pak pas dore, po. E ke ende ëndër violinën? Apo ndoshta është pak kantoja? Kantoja është kjo kryesorja, sepse dhe kanto dhe violin janë shumë. Janë shumë edhe shkolla, pastaj bëhen edhe tepër më shumë. Por nëse do jepje një mundësi ose do të hape një derë për violinën, unë sigurisht që do isha shumë e gatshme dhe do isha shumë e lumtur. Do isha e gatshme. Mendon që ende ka momente që ke violinën në shtëpi, ndoshta dhe di ti biesh një pjesë apo të interpretosh diçka, apo ka mbetur pas dore? Unë kam violinën time të parë në raft tek dhoma ime, por jo, nuk është i bje. Po, duhet është më shumë si kujtime dhe si një antike. është diçka, është një relike aty tek rafti që ndoshta gjithmonë do mbes një kujtim i bukur dhe realisht ashtu do mbes, por duhet ndoshta praktik. Po, shumë. Sa orë në ditë praktikon kanton që të arrish këtë zë të mrekullueshëm? Tani, unë bëj prova, veçanërisht për koncertet përpara, duhet përgatitem të paktën 2 javë përpara, prova çdo ditë, vokalica dhe sigurisht këngët. Nga sa orë, për shembull, mund të jetë jo intensive, por një provë normale, sa orë mund të shkoj? 45 minuta, 1 orë. 45 minuta, 1 orë. Pra dhe jo një ngarkesë shumë e madhe, dhe jo tepër e vogël, sepse 1 orë nuk është pak, është bile shumë ndonjëherë, edhe është përgatitje çdo ditë. Po. Nuk kemi të shtunën të diela fundjavë, çdo ditë nuk ka kompromis. Ndonjëherë diel, por jo. Ndonjë të diel. Po. Me mik. Po. Tamam. Puna është intensive, që Kiara të jetë kaq e mirë sa është. Përpiqemi. Realisht je shumë e mirë dhe unë të uroj shumë suksese. Ndoshta mund të këndojmë diçka të vogël këtë mëngjes në Info Plus? Patjetër. Mund të këndojmë një këngë shkodrane, sepse ne shkodranet jam e sigurt që janë aty para ekranit dhe do thonë, po si s'po këndon një këngë shkodrane kjo? Jam e bindur, nëse ti e ke në dëshirë një këngë shkodrane të na. Po, patjetër, po ju përshëndesim këtë mëngjes me Lule Borën. A, kënga më e bukur.
Tu i shëtitun malen kodër, tu i prek lule gjithë me dorë, veç një kopsht ma të bukrin shkodër, ty të gjeta lule borë. Je vogël, por je plot, ty të kërkoj unë tash sa mot, unë ty të kërkoj, gëzime ty jetën të qoj. Eja, lule bor, se me ty do thur kunor. Eja, lule bor, se me ty do thur kunor. Je mrekullueshme. Faleminderit. Nuk kam fjalë për ty, e kaq e mirë dhe na e ke zbukuruar këtë studio, qoftë me ëmbëlsinë tënde, qoftë me zërin tënd të mrekullueshëm. Shumë faleminderit. Këngët shkodrane, sepse unë kam qef të pyes pak për këtë pjesë, i ke dëshirë, sepse Shkodra ka një traditë shumë të madhe dhe një kulturë, sidomos nga ana artistike të jashtëzakonshme. I ndjek, i dëgjon, i pëlqen, i praktikon. Po patjetër, këngët shkodrane kur vjen puna te këngët shqiptare janë këngët që nisemi dhe kërkojmë më përpara. Dhe me Shkodrën kemi lidhje shumë të ngushta me dashamirës, miq dhe po, kemi lidhje goxha të mira me Shkodrën. Pra dhe me këngën shkodrane, cila mund të jetë përveç Lule Borës ndonjë këngë shkodrane që e veçon? Varet. Për shembull, ka goxha shumë. Ndoshta ka shumë dhe është një pyetje tepër vështirë dhe nuk di ti ndash, po ndonjë artist shqiptar dua të di që Kiara inspirohet kur e dëgjon ose artiste dhe thotë që ëndra ime është të bëhem si ky artist. Do thoja Aurela Gaçe, është një këngëtare që me të vërtet ka inspiruar, më ka pëlqyer dhe një nga këngët e saj kam pasur në recital, e kemi fatin Shpresë dhe Marrëzi. Vaçe Zela dhe shumë ikona të tjera shqiptare, cilat kanë lënë gjurmë edhe sot në muzikën shqiptare. Po ndonjë artist ose artiste huaj, sepse ka ardhur kjo koha që ne të gjithë shikojmë, dëgjojmë, jemi shumë nga ana perëndimore dhe patjetër që do kesh edhe artist të huaj që i preferon dhe i dëgjon shumë. Tani, prapë të shqiptarët, neve unë do them Dua Lipën. Dua Lipën. Nga ana muzikore, ajo ka një zë të mrekullueshëm dhe më pëlqen shumë zëri i saj. Tek pjesa e muzikës, te muzika është perfekte. Është perfekte. Po tek pjesët e tjera? Ndoshta tek jeta apo unë dëgjoj muzikën. Dhe kjo është më e rëndësishme, kur dëgjon muzikën dhe nga preferencat e tua dallohet që ti dëgjon muzikën dhe nuk shikon klipet. Po, muzikën është shumë e rëndësishme. Çfarë mendon për këngët që po bëhen sot? Rrymat se si po ecën muzika shqiptare dhe huaj, sepse ka një trend në rritje të muzikës që po bëhet për syrin, jo për veshin. Si mendon ti? I pak e vogël për këtë pyetje ndoshta. Unë jam ende pak e vogël. Në atë aspektin, atë mendimin tënd, si e mendon ti? Tani, unë jam ende pak e vogël, dëgjoj muzikë, do dëgjoj muzikë, unë nuk e di një ditë që mund të kalojnë pa dëgjuar unë muzikë. S'mundem. Të gjitha rrymat apo kemi ndonjë gjë? Po nisim nga më klasike, nga më baladat deri tek muzika rock metalika. Mund të dëgjoj të gjitha rrymat dhe sipas preferencës time, muzikat e vjetra, stili më i vjetër më pëlqejnë pak më shumë. Po kur vjen fjala për të kënduar, cili është stili më i bukur për ta kënduar ose ai që i përshtatet Kiarës më shumë? Tani, unë jam akoma në eksplorim, le të themi. Eksplorim ti është të gjitha. Por më shkojnë më shumë baladat, më ngjisin dhe më shumë. Mund të këndojmë një baladë tjetër? Patjetër, po këndoj Iluomini të Mia Martinit. Sa bukur. Dhe kjo këngë është në recitale. Një pjesë të refrenit? Patjetër. Një pjesë që ti të ndihesh më komode, na përshëndesësh, ndoshta po të mundojmë pak sepse e dyta këngë. Jo, nuk ka problem. Zëri është i pangrohur, por për na përshëndetur të gjithëve. L'uomini non cambiano, prima parlano d'amore, poi ti lasciano. Da sola gli uomini ti cambiano e con gli amici vanno a ridere di te.
Je mrekullueshme. Më lejo të të komplimentoj pa fund, sepse zëri yt është fantastik. Është puna shumë e madhe, është edhe ajo çfarë ty të ka falur Zoti dhe kombinimi është i mrekullueshëm dhe ti bën një artiste perfekte, që unë besoj shumë që do të jesh një këngëtare e madhe nesër. Faleminderit. Ndoshta do kaloj në pjesë të dytë, kjo pjesa të bëhesh çfarë do lloj gjëje përveç se këngëtare. Jetë ndoshta në pjesë të dytë kaq e mirë se sa je ti dhe kaq artiste e mirë sa je ti. Ndoshta dua për ta mbyllur një thirrje për të gjithë të rinjt ose të reja të moshës tënde që të ndjekin ëndrat e tyre. Ëndrat janë të shumta, por e mira është që mos t'i lëmë thjesht aty pa prekur, pa provuar, por që provojmë gjithçka dhe kur mos dorëzohemi, pavarësisht çdo gjëje. Sa bukur. Kur mos dorëzohemi pavarësisht çdo gjëje dhe gjithmonë t'ja dalim edhe të bëjmë gjëra të bukura, sepse është vërtet koha për të bërë gjëra të bukura. Të falenderoj shumë që ishe me mua, ishte shumë kënaqësi. Kënaqësi ishte gjitha imja. Faleminderit dhe të gjithëve ju që keni qëndruar me ne deri në këto momente në Star Plus Televizion. Takimi radhës së bashku nesër.